Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e hënë 6 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi, letra juaj e tarotit dash për këtë të hënë 7 pentakulat. Letra 7 pentakulat vjen sot si një kujtesë e rëndësishme që rezultatet e vërteta nuk shfaqen menjëherë. Ato kërkojnë kohë, durim dhe vazhdimësi. Ashtu si një far që mbledhet në tokë dhe nuk jep fruta brenda natës, edhe përpjekjet e tua ka nevojë për një periudhë rritjeje para se të shohësh problemin e tyre. Këtë të hënë me 6 korrik, kjo letër të fton të ndalosh për një moment dhe të reflektosh. Mund të ndihesh pak i paduruar ose i pasigurt nëse gjërat po ecin në drejtimin e dur, sidomos nëse ke investuar energji në punë, marrëdhënie ose në një qëllim personal dhe ende nuk po sheh rezultatet që ke pritur. Por kjo nuk është shenjë dështimi, përkundrazi është një sinj se procesi është duke u zhvilluar. Kjo e hënë është ditë për të mos të nxituar, në vend të kërkosh menjëherë ndryshime të mëdha, shiko me qetësi çfarë ke ndërtuar deri tani. Pyet veten çfarë ka funksionuar mirë, çfarë mund të përmirësohet dhe çfarë mësime ke marrë nga përvoja deri tanishme. Letra 7 pentakulat të kujton gjithashtu se rritja shpesh ndodh në heshtje, edhe kur nuk shikon për parim të dukshëm, diçka rëndësishme po zhvillohet në sipërfaqe. Prandaj mos e braktis menjëherë atë që ke nisur vetëm sepse rezultatet nuk janë të shpejta. Durimi i këtë të hënë është forca jote më e madhe. Nuk është pasivitet, por një formë mençurisë, të lejon të marrësh vendime më të qeta dhe më të mençura. Beso në proces dash, ajo që ke mbjell nuk është humbur, thjesht po piqet në kohën e dur të vet. Demi, letra juaj Dem, e për këtë të hënë, letra e tarotit është 9 kupat. Energjia e kësaj dite Dem lidhet me kënaqësinë personale, stabilitetin dhe ndjenjën e mbikëqenies së brendshme. 9 kupa tregon një ditë ku dëshirat e tua emocionale dhe personale kanë më shumë mundësi të ndihen të plotësuara ose të paktën pranë një gjendjeje qetësie me veten. Është një letër që flet për kënaqësi, për momente të vogla që të bëjnë të ndihesh mirë dhe për një ndjenjë, ok, jam në rregull me jetën time. Në të njëjtën kohë, energjia e 9 kupave sjell një theks të fortë të pavarësia dhe puna që ke bërë për të ndërtuar jetën tënde. Këtë të hënë mund të ndihesh krenari për atë që ke arritur vetë, pa pasur nevojë të mbështetesh të tjerët. Edhe pse zakonisht të pëlqen bashkëpunimi dhe të jesh pjesë e një grupi, sot e kupton se rëndësishme është edhe aftësia për të qëndruar me këmbët e tua. Kjo e hënë me 6 korrik, është një ditë për të shijuar atë që ke ndërtuar, mos e nënlerëso progresin tënd, as gjërat e vogla që sjell kënaqësi. Mund të jetë një ditë e qetë, por shumë e vlefshme për vetbesimin dhe stabilitetin tënd të brendshëm. Dem, këtë të hënë lumturia vjen nga thjeshtësia dhe nga ndjenja se je në kontroll të jetës tënde. Binjakët, letra juaj binjak për këtë të hënë, rrota e fatit e përmbysur. Binjak, energjia e sotme në rrotën e fatit e përmbysur tregon një ditë ku gjërat mund të mos ecin sipas planit që ke në mendje. Mund të ndihesh sikur fati nuk po favorizon plotësisht ose sikur situatat po ndryshojnë pa shumë kontroll nga ana jote, por kjo letër nuk flet për humbje të përhershme, flet për cikle, për ulje dhe ngritje që janë pjesë normale e jetës. Ti je aty që vepron, por edhe që mendon shumë para se të marrësh vendime. Këtë të hënë kjo të ndihmon sepse nuk është dita për ndërtim. Nëse diçka nuk po funksionon, mos e shih si bllokim të plot, por si një ndalesë të përkohshme që të kërkon të rishikosh drejtimin. Me 6 korrik, pra nesër të hënë mund të dalin në sipërfaqe disa ndjenja frustrimi, sidomos nëse ke pritur një rezultat të shpejtë, por pikërisht këto momente tregojnë se sa i fortë je në të vërtetë. Ajo që dikur duket si pengesë, këtë të hënë të mëson durim dhe strategji të mirë. Kjo ditë të fton të shohësh përtej fatit të momentit, çdo përvojë qoftë mirë apo sfiduese, po të ndërton dhe po të jep më shumë fuqi për hapjen e radhës. Binjak, mos haro edhe kur rrota e fatit duket e kthyer mbrapsht, ajo është ende duke lëvizur. Gaforia, letra e tarotit për ju gafore për këtë të hënë, 6 pentakulat. Gafore, letra 6 pentakulat, këtë të hënë të sjell një mesazh të rëndësishëm për ekuilibrin në marrëdhënie. Ajo kujton se çdo lidhje e shëndetshme ndërtohet mbi parimin e dhënies dhe marrjes, një lidhje natyrshme ku askush nuk duhet të mbajë gjithçka i vetëm. Ti zakonisht je ai që po jep më shumë, që kujdeset për të tjerët dhe që shpesh vendos nevojat e tyre para të tuave. Por këtë të hënë universi të fton të bësh diçka pak më ndryshe, të pranosh ndihmë kur të ofrohet, sepse nuk është shenjë dobësie, por një mënyrë për të krijuar më shumë balans dhe harmoni në jetën tënde. Këtë të hënë mund të vështirë se disa njerëz janë të gatshëm të mbështesin më shumë se sa mendon. Ndoshta ke qenë mësuar të jesh gjithmonë ai që mban diçka, por kjo letër të kujton se edhe ti ke të drejtë të marrësh jo vetëm të japësh. Këtë të hënë është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet e tua, ku po jep shumë dhe ku mund të lejosh më shumë reciprocitet.
ku energjia e dhënies dhe marrjes është në ekuilibër, ndihesh më i qetë dhe më i lehtë dhe më i mbështetur emocionalisht. Gafore, këtë të hënë lejo veten të marrësh më mirënjohje atë që të ofrohet, pa faj, pa hezitim. Luani, letra e tarotit për ju Luan për këtë të hënë, faqja e shpatave. Letra faqja e shpatave sjell këtë të hënë një energji të gjallë, kurioze dhe mendje hapur. Kjo është një ditë ku mendimet e reja, idetë e papritura, dëshirat për të mësuar mund të jenë shumë të forta. Është sikur mendja jote kërkon diçka të re për të ushqyer. Por këtë të hënë kjo letër të fton të jesh vëzhgues, impres dhe të mos marrësh gjithçka si të mirëqen. Mund të dëgjosh diçka që të bën të mendosh më thellë, ose të lind një ide që të hap një drejtim të ri. Mos e nënvlerëso asnjë informacion të vogël, sepse edhe detajet e thjeshta mund të çojnë tek diçka më e madhe. Ti mëson duke vepruar dhe duke eksperimentuar, dhe kjo është një nga forcat e tua më të mëdha. Këtë të hënë nuk është dita për të qëndruar në vend ose për të mbyllur në rutinë të njëjta. Sa më shumë të jesh kurioz dhe i hapur, aq më shumë do të sjellësh ndërmendje gjëra të bukura. Faqja e shpatave të kujton gjithashtu të jesh pak më i kujdesshëm dhe me impulsivitetin mendor. Mos nxito në përfundime pa i parë të gjitha këndet e situatës. Në përgjithësi kjo është një ditë e mirë për ide të reja dhe për të zgjuar kurreshtjen tënde. Luan, këtë të hënë qëndroj hapur ndaj të res, sepse pikërisht aty fillon rritja jote. Virgjëresha, letra juaj për këtë të hënë Virgjëresh, letra e tarotit është gjykimi. Kjo letër sjell një energji të fortë mendore dhe reflektuese këtë të hënë Virgjëresh. Ajo lidhet me mënyrën si percepton gjërat dhe si gjykon veten dhe situatat rreth teje. Kjo është një ditë ku mendja jote bëhet shumë e rëndësishme në vendimet që merr. Këtë të hënë mund të ndjesh sikur po përballesh me një lloj zgjimi të brendshëm. Diçka të shtyn të shohësh jetën me më shumë qetësi dhe të kuptosh se sa vendime nuk mund të shtyhen më. Kjo letër të fton të jesh i sinqert me veten dhe të mos fshihesh pas frikës apo dyshimeve. Një mundësi mund të shfaqet të hënë dhe gjykimi të thotë që ky është momenti për të vepruar me guzim. Edhe pse natyra jote është të analizosh gjithçka në detaje, kjo hënë është e rëndësishme të mos mbështesh vetëm në mendime, por të kalosh në veprim. Kjo është një ditë e fuqishme për rritje personale. Mund të kuptosh më mirë qëllimin tënd dhe të vendosesh të hysh në një fazë të re të jetës pa hezitim. Virgjëresh, këtë të hënë universi të fton të mos vonosh më atë që di thellë brenda vetes, dhe shkruaj të tregosh anën tënde më të guzimshme. Peshorja, letra e tarotit për ju peshore për këtë të hënë 6 korik, të dashuruarit. Peshore, letra të dashuruarit, këtë të hënë ju sjell një energji të fortë lidhjesh, zgjedhjesh dhe harmonie në marrëdhënie. Kjo letër nuk flet vetëm për dashurinë romantike, por edhe për mënyrën se ti lidhet me njerëzit dhe i balancon ndjenjat dhe mendimet e tua. Këtë të hënë mund të ndjesh një nevojë më të madhe për qartësi në zemër, ndoshta je në një situatë ku po mendon nëse je një lidhje, një person apo në një drejtim të jetës tënde, është vërtet në përputhje me ty. Kjo letër të fton të dëgjosh si zemrën ashtu edhe mendjen, sepse të dyja së bashku japin përgjigjen e duhur. Ti je aty që kërkon ekuilibër dhe paqe, dhe shpesh pret që gjërat të zhvillohen natyrshëm, por këtë të hënë universi të kujton disa zgjedhje kërkojnë sinqeritet të plot me veten. Pyet veten, a jam vërtet i lumtur këtu apo thjesht jam mësuar me këtë situatë? Letrat e dashuruarve sjell një mesazh për lidhjen marrëdhëniet më të forta, ato janë kur ka respekt. Mirëkuptim dhe përputhje të vërtet midis zemrës dhe mendjes. Nëse këto mungojnë, mund të lindë nevoja për reflektim ose ndryshim. Peshore, kjo e hënë është një ditë për të dëgjuar zërin e zemrës dhe pa frikë për të bërë zgjedhje që të çojnë drejt më shumë harmonisë dhe të vërtetës tënde të brendshme. Akrepi, letra juaj e tarotit akrep për të hënën 6 korik, mbretëresha e shpatave. Kjo letër sjell këtë të hënë një energji të qartë të drejt për drejt dhe shumë mendore. Kjo është një letër që flet për komunikim të sinqert, vendime të pjekura dhe aftësinë për të parë gjërat ashtu siç janë, pa iluzione. Këtë të hënë mund të ndjesh nevojën për të qenë më i qartë në mënyrën si shpreh mendimet e tua, mund të jetë një ditë ku duhet të flasësh hapur, edhe nëse e vërteta nuk është e lehtë për t'u thënë. Mbretëresha e shpatave të kujton se forca jote nuk është në fshehjen e ndjenjave, por në të qenit e sinqert dhe i drejtë me veten dhe të tjerët. Kujdes, këtë të hënë që të mos bindesh veten kundër asaj që tashmë e di si të vërtet. Intuita jote është e fortë dhe kjo letër të thotë që nuk duhet ta tratosh atë për hir të kompromisit ose për të kënaqur të tjerët. Jo çdo marrëveshje ja vlen nëse të detyron të largohesh nga integriteti yt. Kjo ditë është për vendime të mençura, jo emocionale. Sa më qartë të jesh në mendime, aq më lehtë do të shmangësh konfuzion ose manipulimin e situatave. Akrep, këtë të hënë fuqia jote është e vërteta.
thuaje mbroje dhe qëndro pranë saj. Shigjetari, letra ju e tarot i shigjetar për këtë të hënë. 3 kupat. Letra 3 kupat sjell këtë të hënë energji të ngrohtë, sociale dhe plot gëzim. Kjo është një ditë që lidhet me miqësinë, lidhjet e bukura dhe momentet e ndara me njerëzit që të bëjnë të ndihesh mirë. Këtë të hënë mund të ndjesh një nevojë të madhe për shoqëri dhe për të lidhur me njerëzit që të rrethojnë. Ndoshta ke qenë i zënë ose i fokusuar për gjëra personale kohët e fundit dhe kjo letër të kujton sa e rëndësishme është të ushqesh marrëdhëniet e tua me miqtë e vërtet. Sot është një ditë e mirë për të shprehur në mirënjohje. Njerëzit që të qëndrojnë pranë, që të mbështesin dhe që të ndajnë në këto momente të bukura, meritojnë të dinë sa shumë i vlerëson. Ndonjë mesazh i thjeshtë, një fjalë mirë apo një takim i vogël mund të forcojë shumë një lidhje. 3 kupat, gjithashtu sjell një gëbëzim dhe lehtësi. Mund të jetë një ditë ku qesh më shumë, relaksohesh dhe ndiheshin lidhur me të tjerët në mënyrë më të thjeshtë dhe të sinqertë. Shigjetar, këtë të hënë kujto se miqësitë e vërteta ndërtohen mbi kohë dhe kujdes, dhe sa më shumë ti vlerësosh, aq më shumë do të lulëzojnë. Bricjapi, letra juaj e tarotit bricjap për këtë të hënë 6 korik, 9 shpatat e përmbysur. Bricjap, kjo letër 9 shpata e përmbysur, sjell këtë të hënë një lehtësim të qartë pas një periudhe stresi, shqetësimi dhe presionit të brendshëm. Kjo është një shenjë se je në një fazë e vështirë, po i vjen fundi dhe se mendja jote po fillon të qetësohet. Këtë të hënë mund të ndihesh sikur po del nga një gjendje ku ke menduar shumë, ke mbajtur përgjegjësi të rënda mbi supe ose ke ndryshuar shpesh në veten tënde. Si natyrë disciplinuar dhe punëtore, shpesh je ti ai që kërkon përgjigje dhe mendon se duhet të bëj më shumë kur gjërat nuk shkojnë siç duhet. Por kjo letër të kujton se jo gjithçka varet nga përpjekja, ndonjëherë është edhe koha ajo që sjell ndryshimin. Kjo e hënë fillon një ndjenjë lehtë, sikur një peshë po largohet gradualisht. Në situatë që më parë të ka bërë të ndihesh i bllokuar ose i shqetësuar, tani po humbet fuqinë e saj mbi ty. Po hapet një hapësirë më e qetë, kur mund të mendosh më qartë dhe të marrësh frym më lirshëm. Kjo është periudhë rikuperimi mendor dhe emocional, edhe nëse ndryshimi nuk duket i madh menjëherë, prandaj e po ndodh një zhvendosje e rëndësishme drejt qetësisë dhe shpresës. Bricjap, këtë të hënë fillon të kuptosh se ke dalë nga një cikël i vështirë dhe përpara teje po hapet një rrugë e lehtë dhe e qartë. Ujori, letra juaj e tarotit ujor për këtë të hënë 6 korik, i varur i përmbys. Ujor, letra i varurit të përmbysur sjell këtë të hënë një mesazh zgjimi dhe çlirimi nga pritja e gjatë. Kjo energji të tregon se nuk mund të mbështetesh pafundësisht në pauzë duke pritur që të tjerët të marrin mendime për ty ose për situatat ku je përfshirë. Këtë të hënë mund të bëhet shumë e qartë se për ty se ndalimi nuk po të ndihmon më. Ndoshta ke qenë duke sakrifikuar kohën, energjinë ose planet e tua për të tjerët, duke menduar se gjërat do të zgjidhen vetëm me kalimin e kohës. Por kjo letër të kujton se jeta jote nuk mund të mbetet e ndalur për shkak të zgjedhjeve të tjerëve. Kjo e hënë është një ditë ku kupton se lëvizja përpara është e domosdoshme, edhe nëse kjo do të thotë të marrësh një rrugë më të pavarur. Mund të ndihesh një forcë të re brenda vetes, një dëshirë për të mos pritur më dhe për të filluar të veprosh sipas saj atë që është e drejtë për ty. I varur i përmbysur, të fton të dalësh nga një gjendje pritjeje dhe të marrësh kontrollin e drejtimit të jetës tënde. Edhe nëse rruga nuk është e lehtë, ajo është më e vërtetë për ty. Ujor, kjo e hënë e kupton qartë, të ndalosh veten nuk i ndihmon të tjerët, por të ecësh para ndihmon të gjithëve, sidomos veten tënde. Peshqit, letra juaj e tarotit peshq për këtë të hënë 6 korik, 6 kupa. Letra 6 kupat sjell këtë të hënë një energji të ëmbël, nostalgjike dhe plot kujtime të bukura. Kjo është ditë ku e kaluara mund të trokas në mendje në mënyrë të butë, duke të sjellë kujtime fëmijërie, momente të thjeshta dhe njerëz që dikur kanë pasur një rol të rëndësishëm në jetën tënde. Këtë të hënë mund të ndjesh një dëshirë për të kthyer pak çaste në kohë, pas në kohë, jo për të mbetur aty, por për të kujtuar gjërat që të kanë bërë të lumtur dhe të lehta. Kjo letër të fton të vlerësosh thjeshtësinë dhe gëzimin e vogël që ke përjetuar dikur. Mund të lindë edhe një impuls për të kontaktuar një mik të vjetër ose dikë me të cilin ke humbur lidhjen. Në një mesazh i thjeshtë mund të hap një derë të bukur komunikimi dhe kujtimesh të reja. Është gjithashtu një ditë e mirë për të parë foto të vjetra, për të kujtuar historike të bëjnë të qeshësh dhe për të ndjerë mirënjohje për rrugën që ke bërë deri tani. Nostalgjia sot nuk është trishtim, është ngrohtësi dhe reflektim i ëmbël. Peshq, sot e kaluara të kujton sa shumë ke jetuar dhe sa shumë gjëra të bukura ke enda brenda vetes për të ndarë të nesërmen.
Dhe ky ishte parashikimi i letrave tarot për 12 shenjat e horoskopit për ditën e hënë 6 korrik 2026. Ju faleminderit dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.